Nëse ke lexuar në media mbi skandalin e 11.000 pensioneve të marra pas vdekjes, kjo video është për ty. Titujt bombastik në 10 portale muajin e kaluar që krijuan përshtypjen e një skandali masiv me pagesat e pensioneve janë keq informim. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit për Institutin e Sigurimeve Shoqërore u bë viral sepse u keq interpretua. Në fakt, nuk bëhet fjalë as për mashtrim dhe as për vjedhje të 11.000 pensioneve, por për një mekanizëm teknik të pagesës së pensioneve që u nxor jashtë kontekstit. Ajo që unë do të sqaroj është kjo, që ato nuk janë pensione të njerëzve të cilët kanë vdekur dhe kanë marrë pensione pasi ka vdekur, do të ka trequr dikush tjetër pasi ka vdekur. Përgjithsisht këto janë raste të cilat qytetarët kanë ndëruar jetë, të themi pasi ka marrë pensionin. Pensioni për shkak të radhave të gjata, të numrit të lartë pensione, por edhe mënyrës se si mblidhen lekët për të paguar pensionin, që mblidhen çdo ditë nga kontributet, ne e parapaguajmë pensionin. 11.000 pagesa pas vdekjes nuk do të thotë 11.000 vjedhje pensionesh. Pra, mediat morën shifrën teknike dhe e nxorën nga konteksti, duke krijuar idenë e një skandali që në fakt nuk ekziston. Ndodh për shkak të moshës, për shkak të ligjeve të natyrës, që qytetarët mund ta kenë grafikun e marrjes së pensionit, për shembull 1, 2, 3, 4, 10, qoftë dhe 20, dhe pasi kanë marrë vetë pensionin e pleqërisë, kanë ndëruar jetë. Legjislacioni përcakton që personat do të marrin pension për aq kohë sa është gjallë. Domethënë nëse një person ka marrë pensionin në datën 1 dhe ka ndëruar jetë në datën 10, atëherë i takon për të marrë pensionin për aq kohë sa ka qenë gjallë, nga data 1 deri në datën 10. Ndërkohë ka trequr pensionin e plot që në datën 1. Lajmi u publikua në të njëjtën javë kur Italia u trondit nga një rast mashtrimi me pensionin që bëri buj. Një burr 56 vjeçar mbante trupin e nënës së tij për 3 vite në shtëpi, ndërsa vazhdonte të merrte pensionin e saj, duke përfituar rreth 53.000 euro në vit. Ky rast dramatizoi situatën në Shqipëri duke e keq interpretuar raportin e KLSH-s. Por ne a kemi raste të tilla? Sigurisht edhe Shqipëria nuk bë përjashtim nga këto lloj, themi, mashtrimesh, sepse ka individ të cilët mund të ndërojnë jetë. Familjet nuk i regjistrojnë për arsye se s'duan apo se din apo s'kan kohë. Kemi një strukturë NISSH që quhet struktura e kontrollit të pagesave, e cila kontrollon çdo pagesë bëhet çdo muaj. Çdo pagesë bën Posta Shqiptare apo Banka e Shqipërisë, banka e nivelit 2, ne i kontrollojmë emër për emër për të parë saktësinë dhe për të parë janë se janë gjatë. E dyta, ne kemi bërë një lidhje online me gjendjen civile jo tani, ka mbi 10 vjet që instituti ka qenë ndoshta institucioni i parë në Shqipëri që ka bërë lidhje online me regjistrin e gjendjes civile për të verifikuar gjallësën. Dhe ne në momentin që një individ që regjistrohet në gjendjen civile si i vdekur, automatikisht ne na vjen njoftimi elektronik automatik në sistem dhe automatik bëhet pezullimi i përfitimit me qëllim që të ligjet procedura dhe që të eliminojnë pagesat e pasdekjes. E thënë me pak fjalë, mashtrimet me pensionet ekzistojnë, por janë të rralla dhe jo masive. Dy raste të fundit që kemi konstatuar ne, që një në fakt ka dalë nga një mision investigativ, që kishte diku ke 8-9 vjet që kishte ndruar jetë, nuk kishte deklaruar. Dhe u konstatua në momentin që qytetari deshte të regjistronte shtëpinë e vet në hipotekë. Dhe thanë që të regjistrojë akt trashëgimis. Që të bëj akt trashëgimis do të caktoj datën e vdekjes dhe rezultoi që as i biri se kishte marrë fakt dhe kishte marrë punës të proces me administratorin të kombinatit. Një rast tjetër që kishin përsëri prapë që individi i cili kishte ndruar jetë para 10 vjetësh në Spanjë. Dhe ishte vazhduar, ishte marrë pensionin, fakt nuk se marrë nga familjar, se marrë nga dikush tjetër. Rast cilin ne investiguam deri në fund, dhe për këtë punë morëm edhe masat e nevojshme dhe punonjës të ISS-s të drejtorisë anale, të cilët në fakt ishte treguar neglizhent për këtë gjë. Kaluan komisionin disciplinar u përshkruan me puna bilesën çuar e politike penale, një gjë besoj do të bëhet edhe nga ana e postë. Sigurisht që raste ka. Por nuk janë aq masive. Nuk janë më mira. Nuk janë, sa si bëhet fjalë, nuk janë më mira. Informimi i saktë është shërbim publik, jo garë për klikime.